qartësisht një tentativë për të përcjellë mesazhe. Si e dyshon që është një gjë e bërë apo është një gjë aksident? Jo, unë mendoj që është e bërë. Është e bërë për të përcjellë mesazhe në Moskë që nuk duhet rini qetë, për të treguar dhe për të përcjellë mesazhe të një superioriteti të shërbimeve sekrete, të cilat synojnë të destabilizojnë qoftë Putinin, qoftë dhe shërbimet e tij. Është mesazh për Kremlinin që ju do t'jeni vazhdimisht të targetuar, ka mesazhe që shërbimet sekrete nuk i keni gjitha në kontroll, ka mesazhe që Moskën nuk i keni gjitha në kontroll, pra janë mesazhe të cilat ndodhin në gjendje lufte, ndodhin, por nuk ka asnjë diskutim se kanë goditur edhe afërsitë Kremlinit, pra kur ne kemi atë dronin e famshëm që erdhi shumë pranë, shkoi shumë pranë Putinit. Pra duhet të jemi të përgatitur për gjitha situatat, është mesazhi dhe janë mëse normale në një klimë si kjo, pavarësisht se palët njëra palë e hiperbolizon dhe pala tjetër ignoron në mënyrë totale, sepse kjo është detyra e secilës palë. Dakor. Jo, megjithatë nuk e kam mohuar krejtësisht, kam thënë që vërtet, sepse ajo ka patur një shpërthim spektakular dhe makina ka qenë edhe identifikuar. Jo, ju referova asaj që deklaroi ftuari juaj nga Moska. Po pra për Aurusin më ka shpërthyer. Qartë. Sa më thoni që s'ishte Aurus, ka qenë një Ford Fiesta.